Gjykata kushtetuese jonë është organ i koncentruar që ka detyrë parsore interpretimin përfundimtar të normës, se normën kanë të drejtë me interpretu edhe organet tjera. Përfundim, final është. A kupton? E tash normën, ka i herë kur është norma në kundërshtim me interesat kombëtare, shtetërore duhet me shkel. Me shkel? Po. Çka me shkel? Me shkel normën. Me shkel normën? Me shkel normën edhe me kriju institucionin. Asë një gabim, asë një shkelje kushtetuese nuk kanë bërë këta deputet gjatë kësaj periudhe. Shkelja kushtetuese është nëse nuk e konstituojnë parlamentin. Tu kanë përgjegjësi. A kupton? Zoti kryesi. Fal veç pak. Për 15 prillit gjykata po thotë që deputetët domthon kanë vepruar jo në përputhje me kushtetutën. Çfarë vetëm masi kjo është shkelje për koleg tashti. E kanë shqiptarët një shprehje Hoxhalia Ali Hoxha. Është njëjtë ka dy. Lanti e din ka qenë në Amerikë edhe ju me siguri. Atë kujtohet lanti kë rasti Murphy Madison. Apo të kujtohet, nese? Po, gjykata supreme. Gjykata. Murphy Madison ka qenë, Madisoni ka qenë president. Murphy ka qenë kandidat për gjykatë kushtetuese. Edhe John Marshall është quajtur baba i drejtësisë atje, ka qenë sekretar i jashtëm, pastaj ishte edhe kryetar i gjykatës. Mos më zgjat shumë. Thotë kështu, përfundimisht. Ky thotë Murphy plotson të gjitha kushtet për me qenë gjyqtar, por ligji me të cilën ligji me të cilën është bazuar për plotësimin e kushtet është antikushtetues. Në konstituar, po. Okej. A shkojmë pak me... Apo doni me thonë, zoti Kryeziu, profi nderuar, që gjykata kushtetuese këtë herë së konë fort e koncentrume. Nuk ka qenë... Asa konë këta, a këta janë shumë koncentrume. Unë thash në fillim ka qenë vendim optimal. Vendimi optimal, si e përmenet ti me atë Çekiqin, që shpërmenet shumë bukur, ti ma mirë se unë e ke thonë. Çekiqin e Gomës, po. Shkojmë pak me pyetjet e shikuesve se i kemi shumë. Halil, nuk e di a dha përgjigje ti për këtë trajtimin ose veprimin politik? A ka pa reflektim ose jo? Mund të japësh shkurtimisht. Jo, absolutisht përkundër asgjë. Është domon zoti Kurti ka shku matutje drejt puçit klasik. Puç klasik, Kurti. Puç klasik institucional. Edhe merrni terroristë ju, domon sa keshni. Hodaj ka përgjigje që s'është duke pajtuar. Puçi institucional. Bllokimi i sistemit është puç institucional. Për një partie e cila pretendon se i ka 400.000 vota dhe të drejtën revolucionare e ka jo me normën, me gjykatën kushtetuese, por e ka raportin me popullin. Po. Hodaj, a ka drejt Matoshi? Po Matoshi gjithmonë ka drejt. Po nuk do të thotë që drejta Matoshit është përfundimtare si drejta si interpretimi i gjykatës kushtetuese. Tani unë e kuptoj zotrin Matoshi kuptoj krejt, mendoj që normal, s'ka në aspektin juridik, nuk ka... Ma politikisht është duke interpretuar, se thotë po e merë në dorë. Aute puqet zakonisht janë të profa din të në aspektit politik o shtarak, domon kur ka vetëm ushtarak, domon ka puq ushtarak në merë. Puq konstitucional, po thotë, kushtetues. Po, atë puq konstitucional e bon gjykata kushtetuese. Jo, institucional. Puq partijak institucional. Ku ti institucionin e cënon, nuk e len mund ndërtu. Ti, zoti Hodaj, e ke fitu mandatin për votuesit, ke dalë zgjedhjet demokratike edhe të lira. Edhe ti nuk përneshtrohesh vullnetit popullit me mandatu, domon në kuvend, qeverin e me zgjedh qeverin. Ti pe i thuj jo, stop sistemin. Ti pe sfidon sistemin, koleg. Okej. Edhe gjykata kushtetuese u ka thonë shumë mirë, partia fituese ose grupi më i madh parlamentar, merrni çush doni. Jemi korrekt, është e vërtetë që ajo kredi ju ka thonë. Jo, kredi ju ka thonë. 200 euro ka humbur po këta kanë detyrim. Çush e ka? Lutem, ja nuk barazohen dy detyrimet. Ta nuk kemi të barazun apo ai deputet është aty. Ai apo ky thot, deputeti është i njëjtë. Me propozu. E po, domon kryetarin e kuvendit si grupi më i madh, po ashtu e ka detyrim. Me bërë gjatë një numra. Nuk po që opozita ka detyrim me avotu. Jo, thot, edhe parti tjera kanë detyrim të votojnë në mirëbesim edhe gjëzgjidhje. E kuptu. Për kryetar dhe nën kryetar. Jo, këto e kuptu. Nëse gjua është njëta... Po jo me avotu Albinit
Unë e gjuhën që e kom po Trajneri shumë i mirë është një jep edhe partisë parë dhe partive tjera. Partia më e madhe. Okej, shkoj me pyetjet. Propozon, Kovendi duhet të zgjedhë. Shkoj me pyetjet dhe komentet tjera. Ka obligim me votu. Ka pyetje dhe komente fantastike nga shikuesit se me na ndjekin me shumë rregull. Këto do i lexoj nga Facebooku me këtë fotografi se kështu që nga po. Me këtë fotografi në Facebook, por do t'i lexoj se ka shumë pyetje, por në këto momente stoponi së shkruari pyetje sepse do t'i marr ato që i keni shkruar më herët. Kështu që tjera herë nga fillimi i bëni pyetjet, apo s'mund apo mos u ndalim, të themi edhe le të thonë. Jo, marr për shkak kemi luftuar për liri, ne pyesim sa dojmë. Okej, po pyetje po ne shkojmë me krym emisionin ata pyetje me pyetje interesante, atë që na pyetje ditë tjetër. Me direkt me telefon pastaj. Pyetje interesant prapë. Shembull Fatlum Rudali thotë përshëndetje Fatlum, kushtetuesja po thotë ka thonë blerimi, partia e parë ka drejtë se ka fitu, por si ka numra tash duhet me liru udhën për atë tjetrin që mundet me themelu qeverinë dhe kuvendin, ose kuvendin dhe qeverinë. Thotë Fatlumi për ty, në blerim. Bravo, o Fatlum. Shumë mirë e ki. A, është kjo përgjigja aty? Po, kjo që e mendësia, me liru rrugme s'po mundet këmë e bo. Jo që pe pengoj. Po, nëse s'mundet, duhet ta lirojnë rrugaj. Po, dikush duhet ta bëj. A duhet ta bëj dikush? Po, me këshyrë, ishë më stë kandidamet. Ja, po e ke profesorin, thot, duhet ta liroj. Jo, më liroj, po, ka detyrë. E ka për detyrë, është detyrim. Po, su në nalë dhe me dasht. Po. Kolegu Aslan Bajrami, kolegu shumë vjeçar, gazetar, legendar në televizionin shqiptar, përshëndesim, po. Është shikues i rregullt i emisionit. Përshëndetje, thot një pyetje për profesor